Atentati në Rinas del foto e makinës së djegur të autorëve dyshohet për 4 bashkëpunëtor. Mjeti që u zbuluaj djegur dyshohet jetë makina e përdorur nga autorët në atentatin e Rinasit, ku u vra Gilmando Dani dhe u plagosë Muçi Shaljanji, punonjës i AMP-s. Makina e djegur tip Toyota u gjet në Halil të Krujës, ku gjatë kontrollit janë gjetur 4 armëzjarri Kalashnikov, të cilat dyshohet se janë përdorur në atentat. Në ngjarje dyshohet se kanë marrë pjesë 4 persona, 2 prej të cilëve atentatorët, njëri shoferi i automjetit tip Toyota, nga i cili ndodhi sulmi, dhe një tjetër person që dyshohet se i ka pritur në fshatin Halil me një tjetër makinë pasi dogjën makinën e atentatit. Sa kaq bëhet me dije se makina brenda së cilës u vra Gilmando Dani përket Elvis Kosovës, i njohur ndryshe si Visi i garave. Por si ndodhi atentati? Gilmando Dani, 47 vjeç, u vra pasditën e sotme tek rreth rrotullimi i Rinasit, pak pasi kishte mbërritur në Shqipëri nga Barcelona. Burimet për mediat bëjnë me dije se Dani është pritur në aeroportin e Rinasit nga Muçi Shaljanji, i njohur si Sheqeri, 40 vjeç, i cili kishte për detyrë ta shoqëronte me automjet. Pak metra pas largimit nga aeroporti, dyshohet se autorët i kanë zënë prit dhe kanë hapur zjarr me breshëri plumbash ndaj automjetit, duke shkaktuar vdekjen e Danit dhe plagosjen e Shaljanjit, i cili aktualisht ndodhet në spital në gjendje kritike për jetën.